Vllaznia është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, ku Qiblut fituan dhe ndeshën e kthimit ndaj Bylisit duke mposhtur në Shkodër me rezultatin 2-1, fal goleve të Balit dhe Pusit. Për trajnerin e Vllaznisë ishte një ndeshje me letë në letër sa në fush. Në letër ishte mua thjesht sa në fush, me thënë drejtën, po sepse u duhet me lënë ritor pushim, u befasova faktikisht sepse Bollçi kishte ardhur me formacionin e saj më të mirë, unë s'kisha mundësi me i fut, me thënë drejtën, sepse mendoj edhe për ndeshjen e Diles. Gjithsesi ndeshje që i kisha frikë, sepse në momentet kur fut gjysmën e formacionit e pushim, më shumë se gjysmën e pushim, mund të nollin edhe ne dramë, megjithatë ata që luajten fillunën dhe hynën, komplimente, luajten mirë, bënin mirë, duhet i përgëzejmë. Duhet të jena më cinik në raportin e mbrojtjes, sepse atë raste që u krijuan s'duhet na krijuan. Normal që nuk erdhëm Shkodër për të humbur ndeshjen. Kështu që erdhëm për të pas gjendjen tonë sportive më të mirë për ndeshjen me Vorë. Jo pat shumë lojtarë të cilët mund të jenë dhe në formacion i kisha aktivizuar përsëri sot. Për mu skuadra do vazhdimsi, por për me folë për ndeshjen pastaj janë shumë gjëra të cilat nuk na lejon, qoftë vllaznia, qoftë gabimet tona, që nuk na lejon që të ishim në luftë deri në fund. Lojtari i ndeshjes u shpall Lirin Kastrati. Po, jam shumë i lumtur me fitoren e sotshme, edhe pse kemi ditë që është një ndeshje e sikletshme, nuk u dash me neglizhu kundërshtarin, kështu që Zotit ka lumë këtë ndeshje dhe fokusi jonë është për dielën me flamurtarin. Po, në klub i madh si Vllaznia normal që synojmë të dy trofet, kështu që do të më marr ndeshje të radhë me radhë dhe thashë ka lumë këtë tur, kështu që fokusi jonë është dielën. Do të më dhon çdo ndeshje maksimumin edhe unë e bona veç punën tem, kështu që jam shumë i lumtur që dalëm me sukses. Në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë përveç Vllaznisë janë kualifikuar dhe Elbasani, Egnati dhe Dinamo.